Ajo çfarë mua më shqetëson në raport me dosjen 5D ka të bëjë me hetimin pasuror. Unë mendoj që kjo çështje nuk është hetuar plotësisht nëse nuk ka një hetim pasuror mbi zyrtarët apo personat e bashkëlidhur me to, të cilët janë të përfshirë në këtë aferë. Në fakt, gjithkohës, dhe besoj kjo është zoti Këlliqi duhet ta marrë edhe si një kritikë pozitive, opozita është marrë vetëm me prokurorinë e posaçme dhe asnjëherë nuk ka patur një vëmendje të shtuar të opozitës shqiptare ndaj gjykatës. Në fakt, çfarë do lloj gjëje dhe hetimi që të bëj SPAK është gjykata ajo që vendos dhe ka qenë gjatë gjithë kohës jashtë fokusit të opozitës. Dhe gjykata shpesh ka dhënë vendime kontradiktore dhe problematike, sepse vetë zoti Këlliqi e pranoi që më herët një gjyqtar Duket e vërtetë kjo i thotë Lala Këlliq. Është kështu dhe më japi një shembull që opozita shqiptare ka marrë një rast dhe i ka zbërthyer nga fillimi deri në fund për mënyrën për qëndrimet që kanë mbajtur gjyqtarët. Sepse më herët për dosjen 5D, gjykata e apelit posaçëm ka orientuar prokurorinë të hetonte për grup të strukturuar kriminal, po e njëjta gjykat mba një tjetër standard tërësor. Sa vite burg kërkoi prokuroria në këtë rast? Po nuk ka rëndësi fare. Ka rëndësi pra, sepse nuk ka fare rëndësi. Nëse ne sikur edhe 6 muaj burg të bënin ata zonja dhe zotrin, sërish ishin në burg dhe mund ishte një hetim pasuror po pra, në këtë rast, SPAK duhet hetoj pasurinë e tyre, po shkoj për këtë rast nuk ndryshon gjë nëse do ishin 6 muaj në burg apo një vit në burg. Jo, nuk ndryshon shumë. Fabula në kaloj edhe në sfond të Këlliqit. Një zyrtar që shkon në burg, nesër është shumë pra një zyrtar që do vi dhe të zër vendin, do të jetë shumë i përgjithshëm sepse e di shumë mirë që e pret burgu. Dhe jo një punë në interes publik apo shërbim prove. Qoftë edhe një ditë në burg ndryshon shumë nga të qenit vetëm në shërbim prove. Në këtë rast ne kemi një vendim të shkallës parë, e cila thotë dënojnë 6 muaj me burg. Dhe një vendim të apelit që thotë mos e bëjnë këto 6 muaj të burg, po të jenë shërbim prove. Por janë vendime që janë marrë shpesh nga gjykatat. Po, dakor, patjetër. Por në këtë rast unë besoj se çalon në një moment tjetër historia. Çalon te hetimi i SPAK-ut. Pra në rast se ti fabulën e ndërton me 3 zyrtar të lartë të Bashkisë të Tiranës, të cilët krijojnë një kompani të tyre me një prestanome, dhe me anë të kësaj kompanie marrin tenderat e Bashkisë të Tiranës, kemi 2 raste, atë të mëparshmin dhe këtë të sotmin, që një drejtoresh tjetër bashkë me antarët e KVO-s i japin tenderin kompanisë 5D. Mënyra se si e japin tenderin nuk është që u hyn 10 vjet angar dhe ja ti do ndrysh për të përgjigjer tjetër se ke pasi të mbaroj me Këlliqin se unë i kam thënë ai ishi i obliguar në një punë tjetër dhe pasi unë të përfundoj me te. Diskutimet në këtë rast janë sa ka bashkëpunuar drejtoresha në fjalë apo antarët me drejtuesit e bashkisë. Pra nëse këta kanë përbërë një grup të strukturuar, duhet të jetë SPAK-u që ta provonte këtë gjë. Nuk mund të akuzojmë gjykatën sepse mori këto dënime. Hetimet e SPAK-ut kontrollohen nga gjykatësi paraprak dhe nga SPAK-u duhet vendos. SPAK-u gabon mund t'ia kthejë gjykata dhe ti thotë ka grup të strukturuar. Nëse dënon 4 antar, gjykatën sikur gjykatës po i biem në qafën e këtu. Nëse këta 3 djemt akuzojnë për 29 procedura tenderuese që i kanë rregulluar të fitojnë vetë, ky episodi i sotshëm është një rast. Pra kanë bërë tenderin për parkingun të stadiumit Dinamo. Për këtë rast, janë kapur bisedat e drejtoreshës me... Cili ky parkingu që është jashtë? Po, për këtë bëhet fjalë vetë. Pra, në një episod, këta kanë bashkëpunuar me prestanomen, themit, kompanisë 5D, se si duhet i bote letrat e i gati, kanë komunikuar me njëri tjetrin që të fitonin tenderin. Pra skema ishte e qartë. Po, inë të popullatës duke si parkim me sa... Tani, SPAK-u do duhej të vërtetonte bashkëpunimin e drejtoreshës dhe antarëve të KVO-s me 3 drejtorët për t'i thënë ai grup të strukturuar kriminal. Kanë arritur ta bëjnë atë. SPAK-u, zoti Tela, për çfarë është gjykatësi paraprak? Se këtë gjë bën gjykatësi paraprak, orienton prokurorin kur nuk ka një hetim gjithëpërfshirës për ta kthyer dosjen. Përerion në Velien ka hetim. Pra, ideja është edhe 2 fjalë edhe Bregu. Në momentin që SPAK-u, prokurori gabon, prandaj është gjykatësi paraprak. Se kjo historia që na e ka fajin ai prokurori, jo mor zotri. Ne paguajmë një gjyqtar i cili kontrollon veprimet e prokurorit. Dhe ai gjyqtari duhet të mbajë përgjegjësi nëse hetimet nuk kanë shkuar si duhet. Kanë vendosur ta ndajnë me fraksione, pra. Ta ndajnë me fraksione. Siç ndani inseratohet në fraksione. Po gjyqtari paraprak ku ishte zotri për ta hetuar, për ta parë këtë gjë dhe për t'ia kërkuar që të bashkohej dosja dhe për të parë të gjithë lidhshmërinë e vendimeve të prokurorit. Se kjo histori është kthyer sport kombëtar prokurorit. Prokurori nuk bën dot asnjë lloj veprimi nëse nuk legjitimohet nga gjykata.
Dhe nëse gjykatësi nuk e fut në shinat... Teme gjerë dhe kemi... Shumë, pa diskutim. Po pra, por ama të themi... Por ta marim një ditë tjetër. Jo më jo, të ngrije gjyqtari, se ka përgjithësi gjyqtari para prak, edhe gjyqtari që e vendimin. Dhe nëse prokurori ka shkelur ligjin, nuk e ka hetuar si duhet, i kthej çështja nga e para dhe të mbaj përgjegjësi. Se ka ILD, ka institucione që kontrollojnë prokurorin. Dhe s'mund themi ne që dëgjoj se ai prokurori e ka gabimin, ndërkohë që gjyqtarët dhe ILD-ja në këtë vend që nuk bën asgjë, ke parë të bëjnë ndonjë gjë ILD-ja. Se dhe ata inspektorët e ILD-s dhe kryetari i ILD-s edhe institucioni i ILD-s paguhet nga taksat tona zotëri. Ndërkohë që kur vjen puna tek ankesat apo tek shqetësimet që kanë palët në proces, nuk ka asnjë lloj reagimi për këtë çështje. Bregu, shiko, po e trajtojmë rastin sikur sot ndodhi dhe mbaroi përfundoi gjithçka. Ne jemi në kohë, ose më saktë, prokuroria është në kohë të kërkojë një hetim për të gjithë të përfshirët në këtë aferë. Unë nuk jam fort dakord që akuza e ngritur është një akuzë që nuk i përshtatet, duhet të rritet. Jo, prokurori duhet ta lisë dhe të kërkonte edhe një hetim pasuror për titularin e drejtorisë. Sepse shkelje barazisë në tendera mund të jenë dhe 2 antarë të shkretë të KVO-s të cilët kanë qenë të detyruar për shkak të vendit të punës. Por kjo nuk do të thotë, jo, po tjetër gjë, por kjo nuk do të thotë detyroi filani. Kjo nuk do të thotë që titulari, po prap edhe po e detyroi filani, prap ai me atë dënim merr. Po s'ke marr para, por marrin para, po. Titulari duhet jetuar më ndryshe. Dhe nuk është bërë një gjë e tillë, shkojmë në gjykatë. Nuk është dhënë ndonjëherë gjykata, nuk është kjo herë e parë. GKK-ja ka shumë kohë që po jep dënime krejtësisht të lehta për të gjithë, kryesisht për drejtorët e Bashkisë Tiranë, duke i përkëdhelur të gjithë. Unë nuk e di kusht, nuk mund të arri, sepse do një analizë juridike për të dalë, edhe duhet të jesh një jurist shumë i mirë për të dalë në përfundim. Është një punë e dobët e prokurorit, apo është një lehtësi që gjykata enkas po ja jep fiks ish drejtorëve të Bashkisë Tiranë. Nuk e di, a është një mënyrë kjo, apo është... Duhet të presim të ojë... Jo, po një juristi mirë, duke i parë me një sy ndryshe, mund të dilte në përfundim. Tari, marim njërë tjetër tani këtë... është prokuroria, apo është gjykata? Prokuroria, pra se gjykata s'mund të japi më shumë se shkon prokuroria. Duhet këtë një standard. Nuk ka shkelje të barazisë në tendera e pa shoqëruar o me akuzë për korrupsion, o me pasim produkteve veprës penale. Pra, nuk mund të qëndroj vetëm akuza e shkeljes barazisë. Pse e bën mor zotëri? Pse e shkel barazinë në tenderat? Nuk mund të ri, pra gjyqtari, nuk mund ta pranoj, ore thot, zoti prokuror, nëse se ka sjell. Logjikë ekonomike. Se e bëri ky zotëria, po ja shkel në tenderat. Ja ka vdalla apo ka vjedh lek? Edhe ajo që tha Klodi është lidhet me këtë rast. U bë dënimi i parë, dolën këto drejtoreshat e para me vetëm me përkëdhelje me kreje nga Spaku. Bën dëme, vetëm s'punojnë, mund të rikthehen në detyrë një vit. Iku gjyqi i parë i drejtorëve të parë të Bashkisë.